E çka nëse ndodh tash rastisht, hipotetikisht për moment nëse ndodh një koalicion mes LDK-s dhe PDK-s, a do të jetë kjo tradhti për disa deputet të LDK-s? Unë na kemi thonë edhe më herët, apo thënë vajza e thonë publikisht që nuk voton një koalicion tin, as nuk qëndron sallë. Në shta vojza e të voton, po çfarë votojnë tjetër shumica? Votojnë diçka tjetër, po ata ta çuçi ti tradhti. Ata që kemi thonë nuk mundet të LDK-ja përpakthym kështu përgjithshëm me e shfuqizuar vendimin e këshillit përgjithshëm punët me bokto. Pa beson që e ka lënë votimin e këshillit përgjithshëm? Tash e ka lënë ose ka lënë se diu, po unë përflas si për deputet për vajzën time unë di se voton sepse ajo ka punë premtim elektoral që nuk e voton. Pezom që ndodh, pasagon. Çka nëse ndodh? Pezom që do na më dek se kemi jetë kush nuk des për shkak të votimeve në kuvend. Realisht nëse ndodh, faktikisht pas ka pas një telefonat fsheft në vjet i samostavës së Vashingtonit. Kjo vetë gjithçka që po thot Albin Kurti del e vërtet. Nëse nuk ndodh, gjithçka që po thot Albin Kurti bëhet rrem. Çfarë më thon ta? Nëse ndodh, do më hipotetikisht ajo. Çka nëse ndodh? Këshilli i përgjithshëm i LDK-s ka një vendim. Atë vendim që Vijat Kuçi ka bërë PDK-s. Dhe ka garu në zgjedhje me qatë vendim. Edhe gjithë deputet e saj janë të detyruar të rrinë karshi qëti vendimi. Nëse ndrojnë këshilli i përgjithshëm vendimin që kanë marrë pas zgjedhjeve, ata e ndrojnë, po deputetet nuk mund me ndru vendimin. Kupton sepse kanë garu me qatë vendim. Dhe tash se çfarë do të ndodhë në armën nuk e di, por 80 deputet janë. Albin Kurti me dalje e ka rreziku ma shumë Kosovën se që ka një mund. Sepse 80 deputet të ndrojnë kushtetutën. Të ndrojnë kushtetutën, të ndrojnë një kushtetutën dhe të bojnë qatë dojnë. Ta bojnë si Erdogani që ka bojnë shtetin e vetë. Ta bojnë si Rusia që ka bojnë shtetin e vetë, 80 deputet. E kjo nuk është mirë Kosovës. Me konë edhe Albin Kurti aty edhe, me LDK-n, s'kishim mujtë me i botë të dhejtë kur. Prandaj, dhe më do ka kriju avazion dhe reakcion të LDK-ja me veprimet e ti, që nuk u dosht me i bo. U dosht me menagju mirë, me morat zëvendës ministrin e LDK-s, mëse ka shkarkua kemë veli me i thonë, ti e përgjithë si tash këtu, dhe më thonë Bajram Gecin, sepse ajo ministri i takon LDK-s. E jo me të vetëvendosjes? E jo me të vetëvendosjes, u dosh dhe më thonë me bon një menagjim tjetër situatës edhe për mas shkarkimi, ose edhe për shkarkimi. Dhe kur nuk dimi menagju situata, kur nuk dimi bo në këtë me parti që jenë tonë koalicion, që në këtë të bo me botën ose me... Nuk është që... Në ka herë mund është me ko menagjeri mirë i rritjeve të votave. Po nuk je menagjeri mirë e mojtjeve atë në njëzve që i ki ofër. Ka dikush që këta që i ka ofër nuk i bëhen hesab, ata që i kësi shekur i dë shumë. Dhe kjo nuk në regull. Unë me në kështu.